Unanimisht miratojmë propozimin që zoti Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes, të jetë kandidati jonë për kryeministër të Republikës së Kosovës dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit edhe kryeministri i anshëm i Republikës së Kosovës. Urime e na përshëndera kryeministrit të Republikës. Të dashur delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glau Kënjufsa dhe Mrika Limani Myrtaj, i nderuari sekretar organizativ Alim Rama, e nderuara koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare Harula Çeku, e nderuara kryesuese e organit më të lartë të Lëvizjes Vetëvendosje, Këshillit të Përgjithshëm, zonja Arbria Nagavci, koleg nga qeveria e Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës, të dashur aktivist e antar të lëvizjes son, sot qëndroj i nderuar para jush që më besuat edhe një herë tjetër si kandidat tuajin për kryeministër. Për çdo herë që kandidohem, nderohem edhe krenohem dhe këtë nder e krenari ju premtoj që do t'u kthej me punë dhe me ndershmëri. Jemi para zgjedhjeve të reja, pa dëshirën time dhe pa vullnetin e lëvizjes son, por si pasojë e refuzimit nga subjekte tjera për të pasur çfarëdo bashkëpunimi me neve. Asnjë nga to nuk po arrin të pranoj realitetin, e sidomos disa prej tyre të cilëve edhe ju ofruam bashkëpunim. Së pari më refuzuan mua, pastaj e refuzuan edhe Glau Kënjufsën për kryeministër. Të dyja herët të gjithë votuan bashk kundër qeverisë Vetëvendosjes. Me fjalë tjera e refuzuan konstituimin, e refuzuan bashkëpunimin, e refuzuan qeverinë Kurti 3, e refuzuan Glau Kënjufsa 1, por gjithashtu janë të njëjtët që refuzuan Albelena Haxhiun, gruan më të votuar në legjislaturën e 9 për kryetare të Kuvendit, dhe janë sërish të njëjtët që refuzuan edhe votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, refuzuan buxhetin e komunave Prishtinë, Gjilan e Zubin Potok, refuzuan ta financojnë RTK-n, dhe refuzuan buxhetin 4 miliardësh për vitin 2026. Dhe sot të bashkuar pas krejt këtyre refuzimeve, pra po gjendemi para zgjedhjeve të reja dhe me rreziqet e krizave financiare prej RTK-s te 3 komunat e Kosovës dhe sidomos para një dëmi prej 1.1 miliardë euro pas refuzimit të votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, qofshin ato me Bankën Botërore apo nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Kjo nuk është situatë që ne e duam dhe as që e kemi menduar, por përfunduam këtu për shkak se këto parti pas bllokimit për 10 muaj, krizën legale tani duan ta shndrojnë në një krizë sociale. Njerëzit të ngelen pa paga, të mos mund t'i marrin shtesat me rritje, të shkaktohen deficite buxhetore, borxhe të shtuara, mungesë të pagesave për operatorët ekonomik e kështu me radhë. Pra një krizë e cila është veç se legale dhe procedurale, dëshirojnë që ta shndrojnë në krizë sociale, sepse krizë ekonomike e financiare në vendin tonë nuk ka. Buxhetin e kemi gjetur 2.4 miliard në vitin 2021, pas 5 vjetëve po bëhet 4 miliard. Pra një rritje për 2/3. Ekonominë në vitin 2021 e kemi gjetur 7 miliard, në vitin ardhshëm bëhet 12 miliard. Kosova nuk ka krizë ekonomike, nuk ka krizë financiare, nuk ka krizë buxhetore.
Mirë po ka krizë legale, procedurale nga bllokimet e opozitës, e cila po synon qartazi që këtë ta shndrojë në krizë sociale. Na akuzojnë se të tjerët na pas kanë bërë qeveri me 20% e me 30%. Unë pajtohem që kanë bërë qeveri edhe me 20% e me 30%, madje kanë bërë e zgjedhur kryeministra edhe me 7%, por ne refuzojmë të jemi qeveri pazarësh. Me mua mund të kesh qeveri ku bëhet plan e strategji për ndihmën e familjeve dhe të punëtorëve, po jo marrëveshje ku përfshihet ndarja e bordeve të ndërmarrjeve publike. Me mua mund bashkëpunoj me qeverisim për të punuar bashkë që të zgjidhim sa më shumë çështje e të adresojmë qytetarëve sa më shumë halle, por jo të kemi marrëveshje ku ndahen terminale doganore apo posta ambasadorësh. Pra arsyeja pse nuk kemi një marrëveshje qeveritare nuk është mungesa e ofertave dhe bashkëpunimit nga ana jonë, por bllokimi nga ana e tyre, ndërkaq nuk paraqet kurrë justifikimi se më herët janë bërë marrëveshje të tash s'po bëhen, sepse po që se shikojmë për mbajtjen e atyre marrëveshjeve, e shohim se ato janë të palegjshme. Janë kundër shtetit, kundër republikës, kundër demokracisë. Dhe ne ato nuk i bëjmë, dhe pikërisht pse nuk i bëjmë asnjë lloj pazarësh, na i kena fituar zgjedhjet rregullisht në këto vitet e fundit e do të fitojmë edhe me 28 dhjetor. Në 2 vitet e para, qeverisja jonë ishte shumë e kufizuar. Së pari prej krizës së madhe të pandemisë COVID-19, nuk e gjetëm jo asnjë vaksinë, por nuk e gjetëm asnjë kontratë për vaksina. Dhe arritëm që mbi 60% të popullsisë ta vaksinojmë së paku me një vaksinë qysh në vitin e parë 2021, pra për më pak se 9 muaj të qeverisjes sonë. Dhe sikur kjo krizë të mos mjaftonte, me njëherë pasaj ajo energjetike dhe inflacionit për shkak të agresionit rus në Ukrainë, dhe me masat e eficiencës dhe të subvencionimit të faturave të energjisë elektrike për qytetarët tonë dhe me qeverisjen e mirë në ndërmarrjet publike në përgjithësi e posaçërisht me performancën e Kekut që filloi të punoj me fitim të shtuar, ne arritëm që edhe nga kjo krizë të dalim fitimtar. E tash, sikur të mos mjafton të kjo kriza e pandemisë që globit i ndodh një herë në 100 vjet dhe kjo energjetike që globit i ndodh një herë në 50 vjet, e kishim edhe krizën që u shkaktua në veri të vendit ton për shkak të agresionit të Serbisë, ku komplet aparati shtetëror i Vučićit u angazhua për ta luftuar shtetin e posaçërisht qeverinë tonë, sepse shtet ka pasur edhe më herët, por qeveritë e tjera nuk vinin në konfrontim me Serbinë, sepse preferonin pazare e kumaritë ndryshme, dhe për herë të parë ne po e kthenim sovranitetin në një hapësirë ku qeverisej nga bandat kriminale e nga strukturat paralele. Të dashur qytetarë, natyrisht që kjo na ka kushtuar neve edhe me kritika, por na ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Heroi ynë, rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u sakrifikua për të mbrojtur rendin e ligjit, për të mbrojtur kushtetueshmërinë e sovranitetin, për të mbrojtur integritetin territorial e institucional të vendit ton, por edhe për të mbrojtur kolegët e tij që ishin më të ri në vendin e ngjarjes, në bajnës të zveçanit me 23 shtator të vitit 2023. E tash nuk ka as band as njeri që i del përpara shtetit, së paku jo në qeverisjen time. Me tjerët, mbase edhe ka pasur kontroll doganave të bankave, të kriptovalutave, ka pasur ndikime edhe në policie, komandanta që kanë punuar për atë rrogën e dytë që kanë marrë në Beograd. Pastaj ka pasur edhe valuta si puna e dinarit e posta sikur sa ajo e Serbisë, por me qeverisjen tonë, me mua si kryeministër, nuk lejohen të këtilla gjëra dhe nuk kam menduar që kjo mund t'ju pengoj edhe shqiptarëve, qytetarëve të Republikës që ja duhen vendin tonë të mirës. Po ja që erdhëm në një situatë të këtillë dhe na duhet të përballemi edhe nga anët
që nuk e kemi pritur. Me neve ka një polici me një komandant të zonës, me neve nuk ka dinar, po vetëm euro, me neve nuk mund të ketë post Serbis, sepse kemi postën e Kosovës, me neve duhet paguhet rryman veri si që paguim edhe ne në jug, për neve kriminalet nuk kanë vend e as etni dhe kush do që cënon shtetin dhe integritetin, s'ka vend as në jug, as në veri, por do t'jetë ose në burg në Kosovë, ose e ratisur në Serbi. Përveç kësaj, ne kemi arritur rritje ekonomike për kundër krizave. Pra, jo të më që i këshim këto 3 krizat, pandemin COVID-19, krizën energjetike për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe krizën në veri të Kosovës për shkak të agresionit Serbisë, por në të njëjtën kohë ne kemi arritur që të rrisim ekonominë, 6% të bruto produktit vendor, mesatarisht asnjëherë pa rënë në 4%. Dhe përveç kësaj kemi dyfishuar eksport të vendit dhe gjithashtu investime të huaja direkte. Në vitin e kaluar 2024 është rekordi investimeve kapitale. Ne kemi dëgjuar shumë shpesh për shembull për kritikat të cilat na bëhen se nuk po ka mjaftueshëm investime e shpenzime kapitale. Viti rekord është pikërisht viti 2024, ku i kishim 654 milion euro të ekzekutura. E tash, me buxhetin e ri për vitin 2026, ne kemi parapar që të kemi 1 miliard euro investime kapitale në vitin që do të vije dhe asnjëherë në të ardhmen të mos bijem në më pak se 1 miliard. Natyrisht që kjo e ka rritur edhe punësimin. Kosovën e kemi trashëguar me 350.000 punësuar në pranverën e vitit 2021, ndërka tash që po flasim ai ka 430.000 të punësuar. Pra një rritje prej afër 23% të popullsisë të punësuar dhe natyrisht që edhe zvogëlimi i varfërisë, edhe zvogëlimi i papunësisë kanë ndikuar në mirëqenjen e qytetarëve. Por ka një farë shpërputhje midis gjendjes së mirë, konkrete, praktike, fizike, materiale midis njerëzve dhe në anën tjetër piskamave, bërtimave dhe polemikave të cilat zhvillohen prej atyre të cilët duket që kanë humbur shumë interesa për shkak të përparimit të Kosovës. Me fjalë tjera, çdo gjendje, sado e keqe që është kudo në çfarëdo kohe, dikujt i konvenon. Pra nëse kemi qenë keq në të kaluarën, dikush ka përfituar nga kjo. Edhe pikërisht ata që përfitonin nga mjerimi i dikurshëm janë piskama e tanishme. Por nuk do të jetë edhe ardhshme, për shkak se po fillojmë një kapitull të ri, i cili nis me fushatën e tanishme, vulloset me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe zbatohet në 4 vitet e ardhshme me qeverisjen e vetëvendosjes. E kemi rritur fuqishëm mbështetjen për fermerët, sepse fermerët e krijojnë një raport 3 me tokën, e rrjedhimisht me territorin e shtetit. Kemi shtu buxhet për shkolla, për spitale, për qendrat mikësisë familjare, për barna, arsimin publik e kemi bërë falas në të gjitha nivelet, edhe për mastere bachelor. Kemi ndërtuar e renovuar objekte sportive, trashëgimisë kulturore cep më cep Kosovës. Investimet publike kapitale kemi ngritur pra në nivelet të pashënuara më herët. Bruto produkti vendor është rritur për shkak të eksporteve, është rritur për shkak të konsumit, po është rritur për shkak të investimeve e shpenzimeve që kemi bërë ne, dhe gjithashtu e kemi rritur edhe financimin për rend, siguri edhe sovranitet. I kemi rrit pagat në sektorin publik dhe sidomos tash është temë aktuale rritja e pagës minimale, e kemi gjetë 7 euro, kemi gjetë 130 euro edhe 170 euro. Pra një mesatare për 150 euro kemi gjetë pagën minimale, varësisht ai ki mbi 35 vjeç apo më pak. Ndërkaq ato e bëm së pari 264 euro, 350 euro dhe tash nga 1 janari paga minimale do të jetë 425 euro me 2 shkallë që të kemi një ndjeshmëri për përgatitjen e nevojshme të sektorit privat dhe 500 euro do të jetë prej një korriku të vitit të ardhshëm. Për herë të parë kemi ofruar mbulesë universale të shtesave për mbi 400.000 fëmijë dhe rreth 7.000 gra lehona, e së fundmi shtesat për fëmijë janë rritur edhe për 50%, kjo thotë që një familje me 2 fëmijë, e cila i ka marrë deri më tash 40 euro, tash i merr 60 euro, me 3 fëmijë, me qenë se kanë qenë nga 30 euro, i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro, nëse ka marrë 120 euro, se kanë qenë 4 fëmijë, merr 180 euro, e kështu me radhë.
Ndërmarrjet publike nuk operojnë më me humbje sikur se dikur. Kur kemi ardhur në qeverisje në pranverën e vitit 2021, vetëm 2 ndërmarrje nga 17 sosh kanë operuar pa humbje, dhe tash shumica e ndërmarrjeve operojnë pa humbje, e disa prej tyre kanë më shumë fitim se sa disa të tjera. Ajo që besoj se është e rëndësishme të theksohet është që paga minimale e cila është rritur dhe mbështetja e bizneseve që ne bëjmë janë njëkohësisht të zbatuara nga qeveria jonë. Pra ndihmojmë sektorin privat, ta zëm janë 51 panajire që i kemi mbështetur qindra bizneset tona jashtë vendit, pastaj kemi subvencionu kredi për biznese ku janë investu mbi 100 milion euro për blerjet makinerisë prodhuese, është masa 2.1, ku 20% të kredisë investive e ka mbuluar qeveria, dhe natyrisht që është rritë qarkullimi i bizneseve dhe kjo e ka zbut papunësinë në vendin tonë në për masa si asnjëherë më parë. Qarkullimi në biznese është rritë prej 12 miliard në 22 miliard, me qëras duhet theksuar që janë dyfishu fitimet, në fakt 2 herë gjysmë më shumë, nga 800 milion në 2 miliard euro për sektorin privat në aspektin e gjithëmbarshëm, ku nga 1.8 miliard euro paga që ishin në vitin 2019, sot ka shkuar në më shumë se 3 miliard. Superpuna ka marrë formë, qeveria jonë ka subvencionu bizneset me pagë minimale për 6 muaj dhe si rezultat janë punësuar mbi 16.303 dhe papunësia ka rënë nga afër 26% sa ka qenë para 4 viteve e gjysmë në më pak se sa 11%. Tash në vitet në vijem, në mandatin tonë të ardhshëm, do të kemi një program për 1 miliard euro për të mbështetur investimet në kapacitete prodhuese përmes garantimit të kredive nga shteti. Kjo ju siguron investitorëve financim më të lehtë, më të lirë edhe mundësi shtesë për të përfituar nga skemat e subvencionimit të pagave. Mëtej, për të mbështetur likuiditetin e bizneseve në sektorin privat, mbledhjen e TVSH-s për mallrat që hyjnë kufi do ta zhvendosim nga kufiri në brendësi të vendit. Data e pagesës së detyrimit të TVSH-s do zhvendoset në muajin pasues nga muaji kur lind detyrimi në kufi, ngjajshëm siç e kanë edhe bizneset për TVSH-n e brendshme. Pastaj, për veturat e importuara nga Shtetet e Bashkimit Evropian do ta heqim taksën doganore për 10%, gjë që do të mundsoj kosto më të lirë për qytetarët për blerjen e veturave. E këtë mandat do ta nisim me valutën digjitale të Kosovës. Pra ne kemi valutën euro, por do ta kemi edhe një valutë digjitale të Kosovës. Valuta digjitale e bazuar në blockchain, e krijuar nga shteti do të përdoret për pagesa, krijimi i valutës digjitale hap mundësi të reja për inovacion dhe krijon ekosistem të inovatorëve, me këtë vendosim Kosovën në qendër të zhvillimeve më të fundit teknologjike. Prandaj edhe na nevojitet një ICT Tower apo Tech Tower apo Tech Cool në kryeqytet si investim publik, ku do të ofrojmë mbështetje për hapësira për bizneset e Kosovës, të cilat në fushën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit, me rritjen e tyre gjigande, sidomos viteve të fundit, po përbëjnë rreth 6% të bruto produktit vendor në përmasën e tyre. Pastaj do t'i largojmë të gjitha kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimit si shpenzime të zbritshme për bizneset private në Kosovë. Transportin publik do ta kemi në fokus, me qenë se është një nga fushat ku kërkohet shumë angazhim e transformim, prandaj e kemi dhjetësimin e programit On and Ban, që do të thotë se do të kemi një rrjet të integruar transportit publik në tërë vendin, ku fillimisht për trafikun urban, e në vijim edhe për trafikun ndërurban, integrimi do të jetë nëpërmjet biletës mujore. Secili shfrytëzues do të udhtojë On and Ban Kosovës pa pasur nevojë për një bilet tjetër, dhe do të ketë një kosto të përballueshme prej 10 euro në muaj që secili mund ta shfrytëzojë për këtë program nëpërmjet biletës së integruar. Këtë mandat do ta nisim edhe me projektin e Mall Brezovica. Do të investojmë deri në 500 milionë euro në infrastrukturë rrugore, akomodime moderne, pista të reja, rrjet bashkëkor teleferikut.
Pra do të sigurohemi që Brezovica të bëhet qendër e turizmit malor e dimror dhe e famshme jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë e në botë. Zhvillimi i këtij projekti do të jetësohet nëpërmjet dy komponenteve. Komponenti i parë është infrastruktura përcjellëse, ndërtimi dhe mirëmbajtja e saj, ndërkaq komponenti i dytë do të jetë pjesa e ndërtimit dhe operimit hotelerisë, gastronomisë, shërbimeve rekreative, sportive dhe shërbimeve të tjera. Ajo çfarë duhet theksuar po ashtu është që do të bëjmë reformë të thellë në arsim, do të bëjmë proces në rishikimit dhe rivlerësimit gjitha teksteve shkollore, nga gjuha dhe matematika që i rishikuam tashmë, do të vijohet me tekstet e tjera për gjithë arsimin parauniversitar, si dhe për disa lëndë do të fillojmë me përkthimin dhe digitalizimin e materialeve shkollore. Për arsimin dual e profesional do të krijojmë platformën me profilet e secilit diplomuar në arsimin profesional dhe arsimin dual për qasje në tregun e punës. 10 profile të reja do të shtohen mësimit dual në përgjigjet kërkesave të industrisë, ndërkaq klaset e mësimit do t'i pajisim me tabela të mençura, do të shtrijmë brezin internetin brezgjër me shpejtësi të lartë edhe në 1000 institucione të arsimit parauniversitar, së bashku me qasjen falas në internet. Sa i përket shëndetësisë, ju e dini që kemi gjetë me 24 milion euro buxhet për listën e bornave esenciale, e kemi trefishuar atë, do të vazhdojmë edhe më tej të shtojmë buxhetin për borna, por ajo që është edhe më rëndësishme janë poliklinika specialistike që do të ndërtojmë në Drenas, Sharr, Poduje, Viti, Rahovec e Leposavić. Pra, si do të hapim edhe poliklinika specialistike stomatologjike në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Mitrovic, Ferizaj e Podujev dhe do të ndërtojmë rrjetin e laboratorëve publik që të mbulojmë të gjitha llojet e analizave me kosto të përballueshme. Ju e dini se në përgjithësi në Kosovë për sëmundjet të cilat janë më të zakonshme, kemi marrë tretman, në momentin kur sëmundja bëhej një çik më e rrallë, njerëzit në vend se të shkonin tek sektori publik shëndetësor në Kosovë, zakonisht e prenin biletën e avionit për ndonjë shtet tjetër. E neve do t'i shtojmë llojet e analizave, do të thellojmë diagnostifikimin dhe do të arrisim numrin të poliklinikave specialistike. Tash lista e rimbursimit bornave fillon për herë të parë, duke mbështetur qytetarët për shpenzimet lidhur me bornat jashtë spitalore, e për listën esenciale të bornave do të kemi shtim të buxhetit, pra 24, 70 tash mbi 100 milion euro. Nga ajo klinik pas klinike, vazhdojmë me spital pas spitali. 300.000 fermer i kemi mbështet, 120.000 fermer i kemi mbështet me mbi 300 milion euro grante e subvencione, dhe kjo ka bërë që sipërfaqja e punueshme në Kosovë të rritet për 50%. Prandaj ne do të vazhdojmë që t'i mbështesim për eksporte, por gjithashtu edhe për zëvendësimin e importeve, fermerët dhe blegtorët tonë. E kemi subvencionuar akcizën e naftës dhe tash do të bëjmë edhe skemën e sigurimit nga fatkeqësitë natyrore për prodhimin bujqësor. Sa i takon furnizimit me ujë të pijes, do të përfundojmë projektimin dhe më pas ndërtimin e gjithë rrjetit ujësjellësit në gjitha lokalitetet e banuara. Do të kemi furnizim me ujë për shkak se do të ndërtojmë 5 diga të reja. Ky është projekt shumë i madh kapital në Republikën tonë. 5 rezervuar për ujë të pijes, ujitje dhe industri, dhe po përgatitemi dhe për 4 tjerë si studime fizibiliteti. Pa ajo që dihet tashmë, sepse janë të nevojshme dhe fizibiliteti e ka dëshmuar këtë, janë rezervuare që do ndërtohen, e ato janë rezervuari i poshtëm i Firajës, rezervuari i Pollatës, rezervuari i Kuqicës, rezervuari i Dragaçinës dhe ai i Desivojcës. Mëtej, përballafshmëria e çmimeve, pavarësia energjetike dhe ndikimi në shëndet janë parsore në politikën tonë energjetike. Do të kemi një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era e dielli. Termocentrali Kosova B do të modernizohet, ndërsa termocentrali Kosova A do të rehabilitohet thellësisht, ashtu që të rritet siguria e furnizimit dhe të ulet ndjeshmëria ndaj krizave eventuale nga jashtë.
do ta intensifikojmë bashkëpunimin për ndërtimin e kapacitetit përbashkët me Shqipërinë dhe do të sigurohemi që Kosova të jetë në ballë të zhvillimeve energjetike dhe po ashtu në miksin energjetik me burime jo tradicionale dhe me teknologji inovative nëpërmjet bashkëpunimit me partnerët strategjik. Do të bëjmë menjëherë studimin e fizibilitetit për gasifikimin e Çmyrit apo linjitit të cilën e kemi aq shumë të pranishëm si burim natyror i vendit tonë. Sektori minerar është sektor strategjik me rëndësim për ekonominë, por edhe për sigurinë tonë kombëtare, e këtu natyrisht që Trepça do të jetë në fokus. Do të fillojmë me ndërtimin e hekurudhës Prishtinë-Durrës. Pastaj do të kemi edhe linjën hekurudhore që lidh Prizrenën e Ferizajn me Gjilanin e me Bujanovcin. Do ta përfundojmë ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov, autostradën Prishtinë-Gjilan me vazhdim deri te Dheu i Bardh dhe do të ndërtojmë rrugën e Dugagjinit që lidh Prizrenin, Raovecin, Gjakovën, Deçanin me Pejën dhe Istogun. E do t'i vazhdojmë edhe punimet në ndërtimin e rrugëve Deçan-Plav dhe Pej-Rëzhav. Rruga Dolc-Gjakov, Kiev-Zahaq do të finalizohen krahas rehabilitimit dhe modernizimit të gjitha rrugëve rajonale. Po t'i kishin filluar këto rrugë ne nga fillimi, tashmë do të ishin të përfunduar. Mirë po, kemi trashëguar planifikimet e këqija, kemi trashëguar shpërndësimet e pambaruara dhe kemi trashëguar gjithashtu punë shkele shko të lëna përgjysmë nga ata që kishin lidhje me ata që shkuan. Prandaj në një situatë të këtillë gjithçka po merr më shumë kohë se sa që kemi dashur e madje edhe se sa që kemi menduar. Do të kemi projekte të mëdha si Teatri i Operës dhe Baletit dhe Muzeu i Artit Bashkëkohor, do të bëhen pika padyshim referimi në aspektin global, duke ofruar hapësira të denja për krijimtari e bashkëpunim ndërkombëtar. Mandati i parë ishte i shpëtimit të monumenteve, në mandatin e ri për trashëgiminë kulturore nga mbrojtja fizike kalojmë në funksionalizim. Monumentet do t'i vëmë në shërbim të komunitetit dhe të ekonomisë. Sa i përket drejtësisë, çështjet si prona, trashëgimia, dhuna në familje, divorcet e alimentacioni nuk mund të presin dekada për të zgjidhur, problemet familjare duhet zgjidhur shpejt dhe me efikasitet. Përgjigjja jonë do të jetë themelimi i gjykatës për çështje familjare, e cila me prioritet e shpejtësi do të trajtojë rastet që qytetarët i adresojnë në gjykata. Por, mbi të gjitha e para gjithave, do të themelojmë prokurorinë e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit me përkrahje dhe model të vendeve që e kanë kryer me sukses këtë betejë në Evropë. Dhe ato që na i kanë penguar deri më tani nuk do të mund ta bëjnë në mandatin e ardhshëm, është byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ne nuk jemi kundër të pasurve, nuk jemi kundër pasurimit, nuk jemi kundër pasurisë, por nuk besojmë që askush do duhej të friksohej nga deklarimi dhe njëkohësisht nga bërja transparente e mënyrës së pasurimit. Nuk ka qeveri që është angazhuar për pasurimin e popullsisë dhe për mbarvajtjen e punëve për rritje të bizneseve në sektorin privat, sikurse qeveria jonë. Por gjërat duhet të jenë të hapura, transparente, prandaj edhe na nevojitet kjo byro. Ata që nuk kanë çfarë të fshehin, ata që e duan Kosovën, nuk kanë sepse të friksohen. Dhe do të vijojmë edhe me mbështetjen e policisë dhe institucioneve tjera të sigurisë, me pajisje të specializuara bashkëkohore, do të avancojmë njësinë e dronëve dhe antidronëve, sepse na nevojitet ta mbajmë hapin me zhvillime teknologjike në mbrojtje e në siguri, në mbikëqyrje të kufirit dhe po ashtu në respektimin e të drejtave të qytetarëve gjithandej. Për ushtrinë tonë, në 4 vitet e ardhshme do të ndajmë buxhet mbi 1 miliard euro. Pra, mbi 1 miliard euro për ushtrinë, mbi 1 miliard euro për prodhimtarinë dhe 1 miliard euro shpenzime kapitale së paku për çdo vit në mandatin e ardhshëm. Do ta thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin ndërkombëtar bilateral dhe multilateral me shtetet anëtare të NATO-s drejt antarësimit, do ta funksionalizojmë fabrikën e municioneve dhe industrisë ushtarake të Kosovës, e përveç dronëve Bayraktar, TB2, Bayraktar
dhe Skydagger nga Turqia dhe dronëve Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lloji 4 i dronëve që synojmë është dronët që do t'i bëjmë vetë, pra made in Kosova. Do të Do ta krijojmë njësinë ushtarake të përbashkët me forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Do të bëjmë rekrutimin e kadetëve të ri me një ritëm edhe më të shtuar. Kemi më shumë se 2 fishim të numrit të ushtarëve në forcën e sigurisë Kosovës, por synimi ynë është që brenda mandatit të ri të kemi 1000 gra e vajza ushtarake, pra 3 fishim të asaj çfarë kemi aktualisht, dhe gjithashtu është e rëndësishme që të vazhdojmë me trajnimet jashtë vendit dhe të vazhdojmë me sytë në ajrët e çizmet në tokë për sigurinë e gjithëmbarshme, ku edukimi mbi sigurinë në njërin anë dhe mbrojtja gjithëpërfshirëse në anën tjetër do ta garantojnë jo vetëm në të tashmen, po edhe në të ardhmen afatmesme e afatgjatë sigurinë e Republikës sonë dhe të qytetarëve të saj. Të nderuar qytetarë, të dashur anëtar të Këshillit të Përgjithshëm, lëvizja e vendosje vazhdon me qenë bindshëm e para, por ju e patë që betejë nuk është më midis subjekteve, po të gjitha ata bashkë kundër neve. Tash ata qëndruan 10 muaj bashkë për ta pamundsuar qeverinë e vetëvendosjes, nuk e pranuar një qeveri Kurti 3, nuk e pranuar një qeveri Konjufca 1, tani që refuzuan bashkëpunimin me neve dhe luftuan edhe themelimin e kuvendit, betejë e tyre e ka gjetur duket një armik të ri, e kjo është mërgata jonë. Dhe kjo luftë ndaj tyre nuk ka filluar sot. Në zgjedhjet e kaluara kemi dëshmuar se ka parregullsi dhe manipulime të votave me postë, por që prokuroria nuk u mor asnjëherë me ta. Në takimin ton për caktimin e datës, të gjithë një zëri e kundërshtuan 28 dhjetorin. Fillimisht thoshin 7 e 14 dhjetor, kur e panë që kjo është objektivisht e pamundur, insistonin të 21 dhjetori. Pra thjesht dëshironin që mërgatat mos votoj. Si mund t'jesh i gëzuar që nuk po voton ai i cili e ka lënë vendlindjen jo nga qefi, po nga zori. Qoftë nga persekutimi politik apo nga skamja ekonomike. Si mund gëzohësh që ata nuk do të votojnë? E kjo është situata pra në cilën ndodhemi ne, dhe kjo është për shkak të frigës që e kanë nga mërgata. Nuk duan që mërgata të jetë pjesë e vendimarrjes dhe prandaj e kërkonin aman çfarë do date tjetër përveç datës 28 dhjetor. Të njëjtit të dashur qytetarë, pra PDK, LDK, AK, Lista Serbe, kanë votuar që t'ja mundsojnë mërgatës votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë organizuar, kanë votuar kundër që t'ja mundsojnë të votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë organizuar hapësira shtesë në mënyrë që mërgatat ta ketë këtë mundësi të marrë pjesë mas më të madhe, por të votuar fizikisht jashtë vendit, por subjektet opozitare ne dim që e pamundsuan këtë në vitin 2021. Sot më në fund kjo miratua, por PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe votuan kundër. Pra për kundër votimit të tyre kundër u miratua hapësira shtesë për votime edhe jashtë ambasadave, konsulatave që fizikisht e bëjnë të pamundur fluksin e qytetarëve tonë atje. Njëkohësisht Djen KQZ votua për t'u vështirësuar mërgatës edhe mundësinë minimale të votimit me postë. Kujtojmë që në balotazhin e 9 nëntorit, tash si vjet pra, mbi 60% e mërgatës të regjistruar nuk arritën të votojnë për shkak të vonesave të rënda në dërgimin e zarfeve, shumë prej të cilëve po arrin qytetarëve edhe 2 javë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Në vend se ky dështim të shërbente si mësim për ta lehtësuar procesin, u tentua përsëri të pamundsohet përmes votimi përmes postës, duke u refuzuar dërgimi elektronik i fletë votimeve të enkriptuara me 12 dhjetor, një procedurë e cila do t'i mundësonte mërgatës votonte me kohë deri me 27 dhjetor, pra të shtunën një ditë para se mbahen zgjedhjet. Tash komunikimi zyrtar
me sekretariatit të KQZ-s dhe shërbimeve postare, publike e private, konfirmon se dërgimi fizik i flet votimeve nga Kosova është shumë vështirë i realizueshëm. Shumica e zarfeve nuk arrin para datës 5 janar. Në thelb të dashur qytetar, kjo opozit po e pengon votën e mërgatës, të drejtën e mërgatës për të votuar e që është e drejtë kushtetuese. Dhe fatkeqësisht këtë po e bën në sinkronizim me listën sërbe. Përputhja në votime e opozitës kosovare me listën sërbe përbes është e frikshme. Pra nuk është duke ndodhur ky sinkronizim veç në Kuvend të Republikës, ku votonin kundër Albulenës, votonin kundër meje, votonin kundër Glaukut, e veç vrejnë me kujdes. Kur ishte në pyetje lista sërbe, maksimumi kundërshtimit tyre është abstenimi. Këta kundër listës sërbe nuk votojnë. Maksimumi është abstenimi. Ndërkaq zelli me të cilën votojnë kundër Albulenës, Glaukut dhe meje. Ky sinkronizim Kuvend Republikës në fakt është i përcjellur edhe institucione tjera, siç është Komisioni Qendror Zgjedhor. Prandaj këto zgjedhje janë te e rëndësishme dhe nevojitet syçelësi dhe nevojitet pjesëmarrje masive. Në thelb ne po përpiqemi që ta bëjmë maksimumin, por ju e dini shumë mirë që çelësi i përfaqësimit në këto institucione nuk është sipas fuqisë politike apo popullore, po sipas numrit të entiteteve aty. Nga 11 antar në KQZ, vetëm 2 janë vetëvendosës. Merrni me mend. E ata 2 janë caktuar pasi që i kemi fituar 50.3% të zgjedhjeve. Pra ke gjysmën e popullsisë e nuk i ke as 20% të përfaqësuesve në Komisionin Qendror Zgjedhor. Në këtë vazhdim të përpjekjeve të opozitës për t'ia pamundsuar mërgatës ushtrimin e drejtës votës, dëmi që po i shkaktohet Kosovës është i madh dhe i shumëfisht. Unë nuk e kuptoj plotësisht pse zhvillohet një betejë kaq e madhe kundër një pjese kaq të vlefshme të kombit tonë. Të gjithë ne kemi familjar në diasporë. Nën kryetari Glauku e ka vëllau në Gjermani, unë e kam vëllau në Suedi, cili do prej jush e ka një vëllau, një motër në mërgat, në mos edhe më shumë se aq. Edhe ne e dim sa i madh është kontributi i gjithë diasporës tonë, të cilën e njohim shumë mirë. Ata nuk janë barë, por janë vlerë e shtuar për vendin tonë. Shtëpit, pronat, investimet dhe rrënjët e tyre në Kosovë i bëjnë ata pjesë integrale të këtij shteti. Dhe për këtë arsye drejta e tyre për të votuar nuk është luks, por obligim kushtetues që duhet ta respektojmë secili. Kush e lufton mërgatën është i humbur që në fillim, sepse kjo betejë nuk do t'i dobësojë ata. Përkundrazi i mobilizon dhe i forcon. Është pa kuptim që të kërkohet kontributi financiar i mërgatës, por të mohohet e drejta themelore e votës. Ky standard i dyfisht nuk mund pranohet, mirë që e bën të qartë se çfarë mendojnë ata. Me 28 dhjetor, mërgata duhet të tregoj pa qartë se çfarë mendon për këtë sjellje të tyre. Ky është realiteti, mërgata nuk mund trajtohet si burim i mjeteve e jo si qytetar me të drejta të plota. Dhe përgjigjja e tyre do të jetë pa qartë sa edhe padrejtësia e cila po ju bëhet. E dashur mërgat, ne jemi këtu, ne do të jemi këtu, unë jam e do të jem këtu. Tani te ne do të mund ta gjeni partnerin për çdo hap të përbashkët. Kosova është vendi juaj po aq sa yni dhe dyert e saj janë të hapura për ju, për festat, për familjen dhe për zgjedhjet. Ne nuk ju ndajmë, por ju mirë presim dhe do t'i mbrojmë të drejtat tuaja sot dhe gjithmonë. Të dashur qytetar, sot që qëndroj para jush si kandidat për kryeministër, ky besim është përgjegjësi e madhe dhe zotim që unë të ta kthej në punë, për kushtim dhe vendosmëri për ta çuar përpara Republikën tonë. Nuk kanë qenë vite të lehta, por besoj që jemi forcuar në këto kohra të vështira. Çdo hap i qeverisë është luftuar, çdo reformë është kundërshtuar dhe çdo përpjekje për të vendosur rend, ligj e drejtësinë në këtë vend është sabotuar vetëm atëherë kur ose u ka ardhur tepër turp ose kanë pasur objektivisht të pamundur, nuk kanë bërë gjë. Janë bashku
PDK, LDK, AK, Elisa, Sërben, çdo blokad, nga konstituimi i institucioneve, te ligjet ndërkombëtare, te buxheti, te reforma në drejtësi, te fondi sovran i Republikës së Kosovës, e sfundi kanë kërkuar ta pengojnë edhe mërgatën pra që të votoj. E gjithë kjo është betejë për pushtet e jo për shtet. Por edhe përballë për këtyre pengesave, ne kemi treguar se shteti funksionon kur udhhiqet me vullnet të fortë, me ndërgjegje të pastër dhe me prioritet qytetarin. E kemi luftuar krimin edhe korrupsionin dhe aty ku dikur ishte i paprekshëm, ne kemi arritur ta bëjmë eliminimin. Është dyfishu ekonomia, është rrit punësimi, janë mbështet fermerët, mjekët, arsimtarët, nxënësit e studentët, policët e ushtarët, dhe janë liberalizuar vizat, janë rritur pagat e pensionit dhe është vendosur standard i ri i qeverisjes. Këto nuk janë thjesht fjalë, janë fakte. E tash para nesh e kemi një kapitull të ri, ajo që kemi bërë është vetëm fillimi, zotimet tona janë të qarta për një Kosovë të zhvilluar, të drejtë, të fortë, me ekonomi moderne, me energji të pastër, me arsim cilësor, me shëndetësi më të mirë edhe me siguri të garantuar e me institucione të cilat janë të papërkullura ndaj krimit e korrupsionit. Kjo është amaneti i brezave para nesh dhe obligimi ynë ndaj brezave që vinë. Unë do t'jemi hapur për bashkëpunim edhe me përfaqësues të komunitetit serb, por vetëm kur ata punojnë për interesat e serbëve. Lokal, me projekte konkrete, me ide që përmirësojnë jetën e tyre dhe me nisma që u shërbejnë komuniteteve. Por asnjëherë kur përfaqësojnë planet o gurzeza të Vučićit e të Radojčićit. E kemi pikërisht shembullin e ministrit Nenad Rashit dhe të partisë së tij që kanë bërë më së shumti si askush para tyre për mirëqenjen e komunitetit serb nga pozita në ekzekutiv. Gjithashtu do të vazhdojmë me ndere për kushtim bashkëpunimin me komunitetet jo shumicë jo serbe, me të cilët kemi ndërtuar projekte të panumërta nga punësimi te bursat, te mundësitë e reja për shkollim, sepse kjo është Kosova që ne e duam, gjithëpërfshirëse, dinjitoze, e drejtë dhe e barabartë për të gjithë. Do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe me aleatët tonë, me NATO-n e Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhjet tona janë ndërtuara mbi vlera, mbi zhvillim, mbi partneritet të sinqert. Presim heqjen e masave të padrejta, siç është premtuar. Presim antarësim në Këshillin e Evropës, sepse i kemi plotësuar të gjitha kriteret dhe kemi mbështetjen e asamblesë, dhe presim marrjen e statusit kandidat të Bashkimit Evropian, sepse Kosova prin në demokraci e reforma në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Populli ynë ndër më të lashtë e këtij kontinenti, edhe vendi ynë qëndron në zemër të Evropës. Prandaj, edhe rruga jonë është drejt Bashkimit Evropian, aty ku e kemi vendin edhe historikisht, edhe politikisht. Mua do të më keni gjithmonë gati me të njëjtin përkushtim, sikurse ditën e parë, me të njëjtën energji dhe me po të njëjtin zotim ndaj vendit ton dhe qytetarëve të Republikës. Me besimin tuaj, do të çojmë përpara punët e mira, do t'i thellojmë reformat dhe do ta ngrejmë Kosovën aty ku e meriton. Një shtet evropian, i drejtë, i zhvilluar, i fuqishëm, ku çdo qytetar ndihet krenar që është pjesë e tij.
Bashkë me vullnet dhe vendosmëri e bëjmë Kosovën që duam dhe që gjeneratat tona e meritojnë. Nuk ka dylem që zgjedhjet e 28 dhjetorit janë ndër betejat vendimtare politike për të cilat nevojitet një gatishmëri e madhe, e cila është jo thjesht politike, por sidomos organizative, me një punë të palodhshme strukturave dhe një disiplinë të jashtëzakonshme në rrjetin e aktivistëve tonë, gjithandej në përlagje e fshatra, drejtues të strukturave në pika, në qendra, strukturat e rinisë dhe strukturat e grave, duhet me do e mos të kenë një plan konkret e dinamik dhe gjithëpërfshirës për sfidën që na pret për fitoren që e duam. Fushata një zyrtarisht me 17 dhjetor, por strukturat tona tashmë duhet të jenë fushat, sepse një farë mënyre ato duhet të jenë gjithmonë aktive e të organizuara në komunitetin ku bëjnë pjesë. Është tejet e rëndësishme që të jemi infrastrukturë përmes së cilës populli kontribon që Republika të vazhdoj progresin me qeverisin tonë të mirët ndershme. Derisa në këtë kohë informacioni radhë herë transmetohet i padevijuar, le të themi përmes kanaleve mediatike, e propaganda kundër qeverisë tonë është ndruar në normë funksionimi, ne kemi diçka që oponentët tonë munden vetëm ta ndrojnë. Ajo është fuqia organizative për të komunikuar me popullin. Kudo nga qajtorët e fshatit, të secili vend ku komuniteti i lagjës së fshatit bëhet bashk, aktivisti i vetëvendosjes është aty, i pajisur me informacionin e drejtë e të padevijuar kundër propagandës, kundër të pavërtetave, për të folur për çdo preokupim qytetar. Shtabet tona lokale dhe secili departament duhet punoj sa më shumë e të jenë sa më gjithëpërfshirës. Në organizatë, sikurse në çdo organizim, është e rëndësishme përveç se të punojmë shumë individualisht, gjithashtu të ndajmë sa më shumë detyrat e të punojmë në mënyrë ekipore. Pra, jo vetëm punë shumë, por punë shumë për shumë veta. Sa më shumë njerëz të angazuar gjithandej vendbanimeve, do të thotë aq më mirë e aq më lehtë për të gjithë. Departament i veçantë e fort i vlefshëm për këto zgjedhje është departamenti i Mërgatës. Bashkëdhetarët tonë këtë herë si asnjëherë më parë do t'i presim e do t'i mirëpresim këtu në Kosovë për festën e madhe të fundvitit, e cila këtë vit, për dallim nga vitet e tjera, nuk fillon me 31 dhjetor, po me 28 dhjetor. E ndërsa ata që nuk mund të vinë të votojnë në Kosovë, munden nga sot deri me 6 dhjetor, pra të regjistrohen që të votojnë në ambasada e konzulatat tona apo edhe me post. Ditët e orët në vijim, le të angazhohemi sa më shumë, të punojmë sa më mirë për fitoren e madhe që i duhet Republikës më shumë se kurdoherë. Para 3 javëve unë e propozova para jush mandatarin për formimin e qeverisë Republikës Kosovës, Glau Konjufsën. Sonte Glau Konjufsa më propozoi mua. Glauku, Glauku, Albulena, Dimali dhe cili do tjetër. Na jemi krejt bashkë në lëvizjen vetëvendosje dhe ata që janë bashkuar kundër vetëvendosjes sepse duan të vendosë dikush tjetër, besoj që do ta marrin mesazhin e qartë pikërisht me 28 dhjetor, atëherë kur vendos populli të cilët ne i shërbejmë. Faleminderit të gjithëve secilës për besimin tuaj.